Më pak se 3 minuta ka zgjatur vazhdimi i 16 seancës konstituive që u nis fiks 1 muaj më parë. Por para se të fillonte, administrata u vendosi në tavolinë të gjithë deputetëve nga një shkresë me njoftimin e gjykatës kushtetuese lidhur me kërkesën e AAK-s të deponuar aty në fillim të kësaj jave. Me këto letra u kërkohej deputetëve që më së largu deri me 19 maj t'i dërgojnë kushtetuese komentet e tyre lidhur me kërkesën e AAK-s për vlerësimin e kushtetutshmërisë së vendimit për mosvotimin e komisionit për votim të fshehtë. Nuk pati quorum për vendimarrje. Pas pak seanca nisi, por dështoi pikërisht në pikë propozimin për ta formuar komisionin për zhvillimin e votimit të fshehtë. Sërish PDK-ja, LDK-ja, Lista Serbe dhe AAK-Nisma nuk propozuan kandidat për antar të këtij komisioni. Pa votat e tyre, as nuk u bë kuorumi i nevojshëm që të miratohet a kundërshtohet formimi i tij. 55 deputet kanë votuar për, 1 ka qenë kundër, abstenime nuk ka. Shihemi më 17 në orën 10:30. Edhe pse kjo ishte hera e tetë që seanca dështon në pikën e njëjtë, përfaqësues të koalicionit LVV Guxo Alternativa thanë se vazhdimisht janë duke bërë përpjekje për zhbllokim. Sipas koalicionit fitues, nuk po dështon Albulena Haxhiu që të zgjidhet kryeparlamentare, por po dështon mënyra e votimit të saj. Ne ende nuk kemi ardhur deri tek propozimi jam. Ajo që na duhet prej një numrit konsiderueshëm të seancave, përpjekja jonë është e vazhdueshme është që ne ta kemi një proces të votimit të fshehtë. Por kryetari i PDK-s Memli Krasniqi dështimin pos Haxhiut ja atribuoi edhe kryetarit të vetëvendosjes Albin Kurtit. Sot 55 vota i ka marrë Albin Kurti, nuk i ka marrë komisioni. Ata mundën me qujtë si dun, po këto janë votat për mandatin e Albin Kurtit. Andaj, ne s'kemi vota për të. As do të kemi, e as për Albulena Haxhiu. Është fare thjesht. Ky taktizim për e quj bot, ka ndodhë thjesht për me kompliku situatën tuti. Përfaqësues të partive të tjera deri tash në opozit e akuzuan LVV-n edhe për strategji të tjera. Kjo mundet me u pa edhe si interpretim i tillë që këta dëshirojnë fillimisht ta zgjedhin kryetarin e kuvendit dhe mandej me këdo që do me thanë që bajnë marrëveshje politike, ndajnë pjesën tjetër të pushtetit. Ta janë lidhë me një emër i cili s'po kalon dhe s'po merë ma shumë se 55 vota dhe këta s'po tentojnë as me ndryshu edhe me provu se a ka ndonjë kandidat tjetër i cili i plotson kushtet dhe ndoshta që ishte votu edhe prej partnerëve, prej partive tjera parlamentare. Pas dështimit të seancës, përfaqësuesit politik thanë se presin që situatës t'i gjendet zgjidhje në takimin që pasoi me presidenten Vjosa Osmani.